Unë jam baj mend edhe numrin. Në qoftë se sot, ja tani edhe ne po filozofojmë pak, po hamazojmë pak edhe ne. Për shembull, në qoftë se ti sot do të kishe pasur mundësi, ta kishe pasur një telefonat me babin. Çfarë do ta pyesje ose çka do t'i thoje për veten? Kjo ke pak emocionuze, kështu e paramendova ashtu për një çast. Me tregu drejt, unë jam baj mend edhe numrin që e ka pas të fundit babi, do më thonë që ka mbet si kujtim, edhe nuk më hiqet kur ai numër i telefonit, ashtu e di kështu në gjomë përmensh, edhe veç që paramendoj ndonjëherë të më shfaqet ai display telefonit, që ai numri i tij do ishte s'di. Nuk e dia do kisha forcë nga pavesia, nga ajo që ta hapa atë dhe të përgjigjem. Po tani nëndra normal që t'vjen herë do kur, ko pas kohë, kështu t'vjen ai zë komunikon, disi sikur Zoti na i ka lënë atë mundësi që ndonjëherë t'i kemi ashtu pranë edhe ndoshta të marrim ndonjë mesazh të fshehur ose subliminal ashtu, ta quj me kode ashtu, që sadopak ajo pak të edukon në një formë, të edukon që t'jesh më i vëmendshëm edhe më i kujdesshëm veprimet e tua. Nuk e di, më futet tash në mendime kështu. Nuk do ta kishe, ndoshta thjesht do ta kishe pyesur ai krenar me mua. Patjetër, po. Ndoshta çajo do ishte pyetja e parë, po atë kam bo krenar ose si dukem ose ç'a të bëj. As të di çfarë.